Përshëndetje doktoresha. Kemi pasur një pyetje në rrjetet sociale për rastin e një fëmie 2 vjeçar që prej 7 muajsh merr terapi për vonesë gjuhësore dhe çrregullim të komunikimit social. Fëmia ka fjalë teke spontane dhe ekolali. A është e mjaftueshme terapia në këtë pikë apo duhet vazhduar më tej? Çdo fëmijë zhvillohet në mënyrë të ndryshme dhe është unik në llojin e tij. Pavarësisht vështirësisë që mund të ketë. Në momentin që fëmia ndjen terapi, patjetër ndryshojnë disa gjëra. Është shumë e rëndësishme që të marrë mendimin e specialistit nëse terapia mbaron me kaq apo duhet vazhduar, sepse në çdo terapi ka disa prova natyrale për të arritur buret kilometrik të zhvillimit. Buret kilometrik të zhvillimit do thotë që fushat e zhvillimit, fusha gjuhësore, fusha motore, fusha kognitive, fusha gjuhësore, të gjitha këto fusha zhvillohen në mënyrë graduale dhe neutrale me njëra tjetrën. Shkojnë të gjitha njësoj dhe atëherë themi nëpërmjet provave terapeutike fundore që fëmia ka mbaruar terapinë. Në rastin që kemi një fëmijë 2 vjeçar i ndjekur me një terapi, kemi një shpërthim fjalësh me përsëritje, kemi disa fjalë spontane, por unë mendoj që kjo nuk është e mjaftueshme. Sepse duhet që të punoj deri në moshën 3 vjeçare për të formuar fjalinë, për të thënë pyetjet, për të pasur një lloj rendi kronologjik të pjesës së mendimeve, të gjitha këto, sepse në moshën 3 vjeçare fëmia konsolidon pjesën e zhvillimit gjuhësor. Prandaj është shumë e rëndësishme për të vazhduar terapinë dhe për të rritur gjuhën e kuptuar dhe gjuhën e folur në nivele shumë të mira, sepse duke parë dhe diagnozën ai ka mundësi të zhvillojë këto, dhe për të pasur një zhvillim i cili mund të themi që fëmia shkon në kopësht ose edhe në tutje një nivel shumë të mirë zhvillimor.